Ishte muaji qershor i vitit 2024. Kur papritur, filloi të ndjej një dhimbje shumë të madhe në jetën tonë, erdhi një mysafir i padëshiruar. Ne i kemi premtuar njëri tjetrit ardhi që nuk do dorëzohemi. E di që e lodhur, por forca, vazhdo, bëhu i fort. Jam e Dona nga qyteti i Vushtrisë. Dua të ndaj me dëgjuesit e emisionit Radar një histori, një dhimbje, një përjetim që jam duke e kalu tash 10 muaj dhe çdo ditë duke u lut që të përfundoj. Para 2 vitesh, bashkëshorti im vendosi të dalë jashtë vendit, duke shpresuar për një jetë më të mirë për fëmijët. Unë qëndrova në shtëpi me vajzën time, Ujzen, dhe djalin tim, Omerin. Dhe kështu pas një kohe erdhi në pushim, Ardi, burri im. Ishte shumë i mërzitur. Nuk ishim mësuar që të rim të ndarë nga njëri tjetri. Ishte muaji qershor i vitit 2024. Kur papritur, filloi të ndjej një dhimbje shumë të madhe. Në jetën tonë, erdhi një mysafir i padëshiruar. Një armik, shumë i madh, që emri i tij është kancer. Një smundje shumë e rëndë, një dhimbje shumë e madhe, ku kjo smundje nuk gjeti shërim në vendin tonë ku jetojmë, dhe u desht me u kthy në vendin ku punoj 1 vit në Suedi, për të vazhduar një betejë, një rrugë ku ende nuk e dim se si do t'jetë fundi. Më dashur ta mbledhi veten të bëhem e fortë për hir të fëmijëve, për hir të dashurisë tonë të madhe. Gjithçka ndryshoi. Ai është ende duke luftuar, ende duke shpresuar që një ditë do të kthehet, do të vijë, do të vazhdojmë ëndrat tona aty ku lam gjithçka. Përmes emisionit tuaj, unë dua që të dërgoj një mesazh të burrim Ardi, ku e di që ai çdo mëngjes zgjohet me emisionin e juaj, dhe dua t'i them. Nëse zemra po tre, no. But get through and we'll sing hallelujah. But what is that to you right now? Nëse zemra po tre dhe frym je ende duke marr, shpresa vazhdon ende të jetë e madhe. And that'll sustain me for now. Që në bonë moj. Ne i kemi premtuar njëri tjetrit ardhi që nuk do dorëzohemi. Do të luftojmë së bashku deri në momentin e fundit. Do të bëhemi shembull, do t'ju tregojmë të gjithëve që dashuria nganjëherë i mund të gjitha. Unë e di që e ke të vështirë. E di që e lodhur, por forca, vazhdo, bëhu i fort. Ne jemi duke pritur, duke u lutur çdo ditë, çdo natë që nga jeta jonë të largohet ky mysafir i padëshiruar dhe të na lërë të qetë një herë për gjithmonë. When we're together again. Unë, bashkëshortja jote e Dona, vajza jote Ujza, djali yt Omeri, jemi duke pritur për fitoren tënde, që ti të kthehesh shëndosh e mirë. Qenë ka shumë e vështirë të rish të presësh për diçka që mund edhe të mos ndodh kurrë, po është edhe më e vështirë të heqësh dorë kur është gjithçka që dëshiron, gjithçka që ke ndru.